Shërprem që sot smitësore me ekipet e Lisusit, të detuar nga ish kolegu juaj Hasan Hoxha. Është mirë të bësh ndeshje të tilla mitësore për ekipet e akademive tuaja? Gjëja e parë të falenderoj për përkushtimin tënd. Kjo është një detyrim që asnjë kërkuj që në sport Shkodër, po je gjithmonë gati fëmijëve kundrejt asnjë shpërblimi. Të falenderoj në emrin tim, të prindërve dhe tonë fëmijëve që janë këtu. Dhe kjo është falenderimi i sinqert jo. Për sa i përket ndeshjeve miqësore, normalisht kjo shërben edhe ne, edhe aty nëse janë një akademi e re. Dhe të pas parasysh se na kena edhe një aktivitet në Itali. Kena menduar që para këtij aktiviteti të bëjmë edhe një miqësore që të shohim edhe fëmijët, edhe të kena një përfaqësim sa më dinjitos në Itali. Megjithëse nuk na intereson shumë, interesi më i madh është me pas 2-3 fëmijë, siç që kena pas edhe vjet edhe para vjet, që mund të kenë basta me plot bindje në të tre sportistë, më të mirë të aktiviteteve që janë në Itali. Kurse për sa i përket stërvitjeve këtu, mobilizimit të fëmijëve, përkushtimit prindërve, përkushtimit të drejtuesve këtu, thamë ndoshta pa modesti, kena akademi më mirë Shkodër, të pas parasysh edhe kushtet, të pas parasysh edhe motivimin e trajnerëve, të pas parasysh edhe motivimin e drejtuesve që janë të dinë në Shkodër. Sa fëmijë të regjistruar aktualisht tek Dilmia Shkodrane, sepse shohim që një fushë deri diku model në lloj zhveshjes me të gjitha kushtet. Sot që flasim gjë që kena 125 fëmijë të regjistruar. Kena një ekip 17 që në rasti do t'i përmend një kanë dalë në play-off në Tiranë, që janë ta final four për një kategori më lart. Dhe mendoj që edhe me ata mund të jenë 130 fëmijë. Mendoj që Shkodra me këtë shkollim që ka pas, ky është maksimumi i një akademisë. Por ndoshta është edhe kjo që na jena mundu me çfarë hallin edhe të prindër, të pas parasysh në transportin e kena pas falas, fushën ku bëjmë stërvitje ditore e kena pa asilek, edhe marrim një pagesë, mendoj që modeste, mujore. Nështë shifra sa është e mirë, më kanë punë në shifra, ne marrim vetëm 40 lekë, tanta shërbime që i marrim, çojnë në përshpia, nuk marrim asnjë lek, të fushën që bëjmë stërvitje, kujt asilek. Dhe cilit janë sëmimet, natyrisht për gjemë të funksion? Normalisht Gjergjit na kena ba një të mirë smet. Kjo është rësi, për akademinë e teknikës, po ndoshta edhe për Shkodër. Na kena ba 2 ujnjëve, na kena edhe 2 13. Ujnjëmëletat edhe 2 ujnjëve, që mos të harroj. Ujnjëmëletat që shërbejnë në 13-ave. Njëre në 13 kena model, njëre kena me grup, me një më të vegjël, e kena shumë i mirë, pa normalisht kena punë sekundar, të pas parasysh se rezultatet s'na bëjnë interesuar. Por mi shërbëj gjithmonë akademisë edhe kena dhe sportista. Nuk po them shkëlqyshëm se është fjalë shumë, por kena shumë sportista. Sukses i Të falenderoj shumë.